5 maji, dita e dëshmorëve u përkujtua edhe në Lezhë. Veteran të luftës, familjar të dëshmorëve dhe përfaqësues lokal vendosën kurora me lule dhe bën homazhe në varrezat e dëshmorëve, në nderim të të gjithë atyre që dhanë jetën për lirinë e vendit. Nënkryetaria e Bashkisë Lezhë Ueda Molla dhe prefekti Taulant Malshi vlerësuan kontributin e dëshmorëve në mbrojtje të Adheut. Sot, me 5 maj, përulemi me respekt dhe mirënjohje të thellë përpara kujtimit të atyre që dhanë jetën për lirinë e Adheut. Kjo ditë nuk është thjesht një datë në kalendar, por një moment reflektimi dhe nderimi për secilin prej nesh. Lezhë, një qytet me histori dhe traditë të lavdishme, ka dhënë një kontribut të çmuar në momentet më të rëndësishme të kombit. Edhe në ditët më të vështira, bijtë e saj nuk u tërhoqën përballë sakrificës, por zgjollën të luftojnë për një të ardhme më të mirë për të gjithë ne. Dëshmorët tanë janë krenaria jonë më e madhe. Ata janë historia jonë, por dhe ndërgjegjja jonë e përditshme. Sakrificat e tyre na kujtojnë se liria që gëzojmë sot nuk erdhi rastësisht, por erdhi e fituar me gjak, guxim, besim të palëkundër tek Adheu. Në këtë ditë për kujtimi, ne nuk nderojmë vetëm ato që ranë, por dhe familjet e tyre, që mbajnë mbi supe një dhimbje të madhe, por dhe një krenari të pashuar. Detyra jonë është të jemi të dej në këtë sakrificë, të vazhdojmë të punojmë çdo ditë për Lezhën, më të zhvilluar, më të pastër, më të drejtë dhe më të bashkuar. Për ju familjarë të dëshmorëve, në fakt, kjo datë është një moment krenarie, që ndriçon i skalitur në vite dhe nuk shuhet. Sepse parë tu e kanë dhënë jetën që ju, pasardhësit e tyre, ne, dhe gjithë brezat që vinë të jetojnë në prosperitet, dhe çliuar nga pushtuesit nazifashist të cilët në vitën pak janë përpjekur ta mbajnë këtë popull në rrëfundur dhe në mbrojtje. Sot, në këtë memorial, ne përpulemi dhe prodhojmë një premtim të fortë, se sakrificat sublime e dëshmorëve të Adheut nuk do të harrohen, dhe vlerat të cilat ato luftuan do të merren në fytyrë për ne. Dita e dëshmorëve mbetet një moment i rëndësishëm reflektimi dhe mirënjohje për sakrificën e tyre që dhanë jetën për lirinë e vendit, duke rikujtuar detyrimin për të nderuar dhe ruajtur vlerat për të cilat ata luftuan.